I nderuari kryetari i komunës së Gazibabës, zotri Boris Georgievski, i nderuari drejtori i përgjithshëm i TAF Maqedonisë, zotri Metin Batak, të nderuar qytetarë, përfaqësues të mediave, zonja dhe zotri. Sot së bashku me komunën e Gazibabës dhe drejtorin e përgjithshëm të TAF, inspektuam aktivitetet që po zbatohen për realizimin e projektit për ndërtimin e kanalizimit fekal vakum me një impiant trajtimi në vendbanimin Jurumleri, i cili është një nga 94 projekte të financuara në programin TAF në vlerë prej 29.7 milionë euro. Projektin për të cilin sot jemi këtu dhe të gjitha projektet të tjera nga programi TAF janë një shembull eklatant i vërtet i kujdesit të qeverisë për nevojat reale të përditshme të qytetarëve. Ne tregojmë në vepër se kujdesemi, se çdo qytetar është i rëndësishëm për ne, pavarësisht se ku jeton, dhe se të gjithë meritojnë kushte dinjitoze të jetesës. Ndërtimi i kanalizimit fekal vakum me një impiant trajtimi zhvillohet në 3 faza. Faza e parë financohet nga komuna përmes buxhetit të vet, faza e dytë financohet me fonde nga Banka Botërore, ndërsa faza e tretë realizohet me fonde nga programi TAF, të cilët janë me vlerë prej 40 milion denar ose 650.000 euro. Më shumë informata do jep vetë kryetari. Ky është projekti më i madh kapitali filluar në komunën e Gazibabës këto 4 vjet, por edhe një nga më të mëdhenjt në përgjithësi në 20 vitet e më parshme. Kjo tregon se punojmë me përgjegjësi dhe përkushtim për të korrigjuar padrejtësitë me dekada dhe për të vënë qytetarin në fokus. Si kur më parë, ne mbështesim komuna dhe investojmë në një të ardhme më të ndritur. Kështu prezantohet kujdesi për zhvillimin e barabartë. Kjo tregon se ne duam të rrisim standardin e jetesës, sepse standardi i jetesës nuk janë vetëm mjete financiare, por edhe rrugë më të mira, arsim më të mirë, shërbime më të mira shëndetësore, nivel më të lartë të infrastrukturës komunale, jetë kulturore dhe gjithçka tjetër që qytetarëve i duhet. Ju faleminderit.